ne jemi kultura jonë, nuk jemi statistika jonë. Dhe kultura jonë, një nga problemet që na jep është të veprojmë her pas here në të kundërt të interesit më të mirë të vetes. E kur them të interesit më të mirë të vetes, nuk nënkuptoj vetëm interesin ekonomik. Pa diskutim, jam një hidhtare që nëse njeriu nuk ka një standard ekonomik normal, s'mund të jetë njeri. Dhe në emër të kësaj e nisa G Academy. Dhe në emër të kësaj e kuptoj që ata që më thonë duhet ta dëgjojnë më shumë se sa 30 veta në 3 orë, e nisa Grita Duma podcast. Për të shtyr, për të motivu, për të ngacmu, të gjithë mekanizmat që i kemi brenda nesh, por që si butona nuk i kemi shtypur kurrë. Dikush na pengon nga mënyra si jemi rritur, dikush na pengon nga kushtëzimet që na duhen për shkak të punës, për shkak të karrierës, për shkak të suksesit që nga i cili s'dim të ikim. Dikush na pengon nga gjyqësitë që na shkaktojnë të tjerët rreth nesh. Dikush na pengon se na influencon në mendim dhe nga që e duam shumë nuk duam t'ja prishim. Dikush tjetër na pengon se na thot, po mirë ike nga këtu ku do shkosh. Të gjitha këto teknika, taktika dua t'i ndaj me ju për të shpalosur një botë së cilën unë e kam testuar. Dhe nuk e kam testuar as nga perëndimi, as nga emigrimi.